mirën e mundshme, por nga njëherë ndoshta jo gjithmonë e kanë gjetë metodën edhe mënyrën e duhur. Më ka mësu përvoja me klient, me pacient, po edhe reflektimi personal, sepse gjithmonë ndoshta mendoj që na kanë shty me bo diçka, po gjithmonë përmes kushtëzimit, ose dashurisë kushzuar. Nëse nuk i merr krejt pesa, nëse nuk dele para, Se ke këtë sebe. po nuk je mo qika jeme, ose nuk je mo shoqja jeme, ose diçka, dhe kjo të njerëzit kalon kogja vrag të thella në aspektin emocional. Kështu që kjo më ka mësu që ndoshta që ato gabime pa dashje, që sot mos me i praktiku të fëmijët e me, ose sot kur vinë pacientët ose klientët me bot vetëdijshëm ndoshta dhe me hek atë brengën sikur nuk i kanë dash, po ndoshta na kanë dash në mënyrën e gabuar. Aq kanë ditë. Aq kanë ditë, po. Sepse ky proces në terapi personale është shumë interesant, nuk është ideja me gjyku dhe para gjyku, po thjesht mu vedisu në për shka kemi kalu edhe me kuptu që ata kanë bu më të mirën e mundshme për aq sa kanë ditë. Shumë e vërtetë. Po gjithmonë mendoj që gjenerata që vjen duhet disa gjëra që janë bërë gabimisht, jemi në ata që do të thyejmë ciklin. Apo e bëjmë? Nuk e di. Kam ca dilema. Po ka raste kur mendoj që jemi ma mirë, po ka raste kur ndoshta sot ka faktor tjerë, pse nuk i bëjmë disa gjëra mirë, sepse mendoj që impakti i realitetit virtual, pjesa ndoshta sidomos e kompate prindërit, sot gjithçka është ideja me u dok bukur edhe me u dok perfekte, edhe fatkeqësisht ndoshta momentet më të mira i humbim të që ajo pjesa për me dojë gjithçka perfekt. Edhe kom analizu nëse, për shembull, kur kemi qenë fëmijë nuk kemi pas telefona, nuk kemi pas mundësi me i mbajt kujtimet përmes fotografive shumë. Ama kur kthehemi në fëmijëri, ne mendoj që kemi shumë ma shumë kujtime, edhe shumë ma të freskëta, çfarë impakti emocional na kanë lënë, qoftë pozitiv, qoftë negativ, sepse sot nëse e themi për shembull çush kemi kalu para 6 muajve me një udhëtim, është e pamundur me kujtu diçka nëse nuk e marrim telefonin edhe mi pa foto. Mi pa fotografit. Mendoj që sot ka faktor tjerë, ndoshta prindërit në diçka që e kom vrejt, pse nuk po bëj mirë, është pikërisht tendenca për fëmijës mi plotsu gjithçka, po edhe ndoshta për vetë faktin që është një kohë gjatë në punë ose në aktivitetet e veta personale, edhe për me ullat ndjenjën e fajit fëmijës po i ofrojnë gjithçka materiale. Prej përvojës me fëmijë, që kom punu kogja një kohë gjatë, mendoj që gjëja më e çmueshme që një prind mund t'i adhuroj fëmijëve të vet është koha. Prezenca fizike në kuptimin që të jetë aty me fëmijë në aspektin mendor, emocional edhe me veprime konkrete. Kjo më e rëndësishme. Jemi te minutat e fundit, Fatime, më intereson shumë di, a ka diçka që do doje të ndryshoje gjatë këtij rrugtimit tënd, të bëje një ndryshim voskël që ndoshta të ka mbetur peng, pse jo? Me thënë të drejtë,